Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15. Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se ka autorizuar Policinë e Kosovës për intervistimin e disa personave të dyshuar në komunën e Obiliqit, lidhur me dyshimet për keqpërdorime apo falsifikime gjatë procesit të numërimit të votave të kandidatëve të subjekteve politike. Bëhet e ditur se pas intervistimit, personat e dyshuar janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa hetimet janë duke vazhduar me qëllim të sqarimit të plotë të rrethanave të rastit. Gjithashtu edhe në Pej, para ditën e sotme, ka filluar intervistimi i komisionerëve lidhur me dyshimet për keqpërdorim të procesit të numërimit të votave të kandidatëve të subjekteve politike. Tashmë, Prokuroria themelore në Pej thotë se kanë autorizuar hetimet rajonale të policisë për të ndërmarrë veprimet hetimore. Lidhja Demokratike e Kosovës është larguar nga koalicioni i qeverisës me vetëvendosjen në komunën e Mitrovicës së Jugut për shkak të mos respektimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje. Kryetari i Degës lokale të LDK-s Gëzim Plakolli tha se dalja nga koalicioni erdhi pasi propozimet dhe marrëveshjet zyrtare u injoruan nga kryetari Faton Peci. Ndërkaq ky i fundit tha se me 3% nuk mund të marrësh më shumë se sa të takon. Krejt tjetër, po me që thatë s'pë du me të betë krejt bërq. Unë kam qenë tepër bashkëpunues me shumicën e partive politike dhe asamblezëve të cilët janë në kuvendin komunal të Mitrovicës. Qasja ime ka qenë tepër gjeneroze, po nuk mundesh me pretendu me 3%, as me qenë në kryetari komunës, as me marrë ma shumë përgjegjësi që ta kanë. Lere më do thëtë të kesh pretendime që të drejtësh gjitha ndërmarrjet komunale, 4 prej sësh që i kemi, nuk mundesh me 3% me pretendu mi marrë edhe përgjegjësinë ekzekutiv, edhe kryesuesin, edhe drejtor në pas kërkesë, edhe për në kryetar dhe për katër ndërmarrje. Kështu që menaj që një herë mirë ne si politik duhet të edukohemi që dhe kërkesat të kemi në proporcion me fuqinë politike që e përfaqësojmë. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka prezantuar vizionin e Kosovës për ekonominë e gjeneratës së ardhshme në World Governance Summit në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke theksuar se Kosova është e gatshme për bashkëpunim, inovacion dhe rritje të qëndrueshme globale. 26 vjet më parë vendi doli nga një luftë gjenocidale me vuajtje të jashtëzakonshme, infrastrukturë të shkatruar dhe ekonomi të rindërtuar nga zero. 26 vjet më parë nuk qëndroja në sallat e mundësive. Unë lutesha për të mbijetuar. Për Kosovën paqja nuk është një ideal abstrakt, por çështje jete, sepse kur bota zgjedh të mbrojmë të pambrojturit, jetë shpëtohen dhe krijohen themelet e një të ardhmeje më të mirë. Rritja e gjeneratës së ardhshme në Kosovë mbështetet në 3 shtylla: njerëz të fuqizuar, institucione të forta dhe një sektor privat dinamik me theks të veçantë e rinia, si avantazh strategjik i vendit me popullsinë më të re në Evropë. Kosova po investon në një gjeneratë aftë për të formsuar mundësitë e së nesërmës. Ekonomitë e gjeneratës së ardhshme nuk përcaktohen nga pika e nisjes, por nga drejtimi që zgjedhin. Partia Demokratike e Kosovës shpreh mbështetjen e saj për marshin qytetar drejtësi jo politik, i cili organizohet në Prishtinë nga platforma Liria ka emër me datën 17 shkurt në ditën e pavarësisë. PDK ka nisur mobilizimin e saj në të gjitha strukturat partijake, anë e mban Kosovës, me qëllim të angazhimit sa më të gjerë të qytetarëve për pjesëmarrje masive në këtë marsh qytetar. PDK vlerëson se ky marsh është thirrje e ligjshme dhe patësore për drejtësi të paanshme në mbrojtje të luftës çlirimtare të Kosovës dhe të luftëtarëve të lirisë, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe bashkëluftëtarëve të tyre, të cilët po përballen me procese gjyqësore në Hag. Në këtë periudhë kur procesi ka hyrë në fazën përmbyllëse, PDK kërkon drejtësi të plotë, të barabartë dhe larg çdo ndikimi politik. PDK ritekson se lufta e UÇK-s ishte luftë e drejtë dhe çlirimtare. Sipas PDK-s, në fakt, çdo përpjekje për ta relativizuar këtë të vërtet historike përbën pa drejtësi ndaj sakrificës së popullit të Kosovës.
Tek ura e re për Këmbësor në Mitrovic është vendosur pllaka për kujtimore në nderim të viktimave të natës së tmerrit. Kjo pllakë shënon 26 vjetorin e ngjarjes së rëndë, e cila ndodhi në natën mes datës 3 dhe 4 shkurt të vitit 2000. Në atë periudhë, përmes një aksionit të organizuar nga policia serbe dhe grupi para-ushtarak Rojet e Urës, u krye pastrim etnik në zonën veriore të Mitrovicës, duke dëbuar dhunshëm mijëra shqiptar nga shtëpitë e tyre në jug të lumit Ibër. Kryetari i Mitrovicës së Jugut Faton Peci tha se kjo pllakë shërben si simbol kujtese dhe nderimi për viktimat, si dhe si dëshmi e vuajtjeve dhe padrejtësive të përjetuara. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka nisur gjykimi ndaj ish-shefit të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë Driton Gashi, i akuzuar për përfshirjen në dëbimin e 6 të shtetasve turq nga Kosova në rastin e njohur si Gülenistët. Gjatë marrjes në pyetje, Gashi u deklarua i pafajshëm. Më pas, seanca vazhdoi me administrimin e provave, ku prokuroria e rastit Habibe Salihu propozoi që të konsiderohen të lexuara, mirë po mbrojtja e të akuzuarit Gashi propozoi që të ftohet sërish dëshmitar Shkëlzen Sopjani, ish inspektor i AKI-s, pasi që mbrojtja ka pyetje shtesa u përket provave të reja. Ky rikthimi i procesit ndodhi pas ndryshimit të përbërjes së trupit gjykues. Ndërsa në vitin 2023, gjykata themelore kishte shpallur fajtor ish shefin e AKI-s Driton Gashi, duke e dënuar me 4 vite e 8 muaj burgim. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, gjatë prezantimit të planit të punës vjetore të vitit 2025, ka theksuar 2 problematikat më të mëdha që po ballafaqohet vendi, edhe siç janë droga dhe fenomeni i fajdeve, ku këto të fundit janë bërë edhe me noter. Megjithatë, Hoxha thotë se do të vazhdoj betejë për të luftuar këto dukuri. A i përmendi edhe humbjen e shumë jetëve në aksidente trafiku, ku nga viti 2000 deri më sot kanë humbur jetën mbi 3000 persona. Ne duhet bëjmë pamundurën brenda mundësive tona që të punojmë me komunitetin, me familjet, me shkollat, me komunat, me organizata tjera, ashtu bashkëpunim me prokurorinë dhe gjykatat, në mënyrë që ta reduktojmë ofertën e drogës në territorin e Kosovës. 2 viteve të ri kemi kriju një task force në nivel qendror të policisë, e cila ka kryer 10 operacione kundër fajdeve në gjithë andetin për Kosovë, po ashtu edhe në Prishtinë. Është një fenomen që është në prezent, e të cilin na duhet me gjetë forma me luftu, jo vetëm bashkë me prokurorinë. Nja duhet me mbledh informacion, janë 2-3 format që po kryhet fajdja në Kosovë. E para është që fajdegjinjet bashkëpunim me viktimat, sepse viktimat nga njëra prej zonave të pejtëlashme që mund të kenë, shkojnë te noterat edhe notarizojnë marrëveshjet për fajdën. E për këtë besoj që legislativi i ardhshëm Kuvendi i Kosovës do ta ndryshojë kodin penal të Kosovës në mënyrë që ta gjejmë një modalitet që merrit efikasitetin e luftës ndaj këtij fenomeni, qoftë nga policia, qoftë nga prokuroria, pastaj edhe dënimet që mund të jap gjykata për këtë punë. Edhe dytë janë problemet me sallonet e kerreve, shitjet e kerreve, dhe këtu në bazë informacioneve që ne i kemi janë të përfshirë në këtë muhabet. Kosova që nga viti 2000 deri me sot, deri në fund vitit 2025, i ka humbur mbi 3111 njerëz në trafik. Prokuroria Speciale e Kosovës ka arrestuar 3 persona të dyshuar për krim të organizuar. Sipas njoftimit, 3 të dyshuarit po hetohen për pjesëmarrje ose organizim të grupit kriminal të organizuar, si dhe hyrje në sistemet kompjuterike. Sipas hetimeve, në këtë rast i cili ka dhe element ndërkombëtar, të pandehurit dyshohet se nga viti 2021 e tutje në bashkëkryerje me persona të tjerë janë paraqitur rrejshëm si punëtor bankash. Dyshimet përfshin mashtrimin, prezantimin e rrem, vjedhjen e identitetit dhe kredencialeve, si dhe shpërlarjen e parave, me qëllim përfitimit të drejt për drejt financiar, ka njoftuar prokuroria derisa ka bërë të ditur se gjatë kontrollit janë gjetur rreth 12.000 euro. Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se që nga data 19 dhjetor ka operuar në një regjim të jashtëzakonshëm prodhimi,
duke mbajtur 3 bloqe të termocentralit Kosova A, paralelisht në operim për plot 31 ditë. Keku thekson se ky nivel operimi përfaqëson një ngarkesë të jashtëzakonshme teknike dhe njerëzore për termocentralin. Njësia A5 pritet të rikthehet në operim brenda disa ditëve, duke u bashkuar 4 njësive aktuale gjeneruese dhe kjo do të mundësoj vazhdimin e operimit të jashtëzakonshëm me 5 njësi aktive në funksion të stabilitetit të furnizimit me energji elektrike në vend, bëhet i ditur në komunikatën e Kekut. Dy organizatat të shoqërisë civile, kolektivi për mendim dhe veprim feminist dhe organizata Përpjekja, kanë paralajmëruar protestë kundër shtrejtimit të mundshëm të energjisë elektrike, duke i cilësuar këtë proces të padrejtë dhe të dëmshëm për qytetarët e Kosovës. Protesta do të mbahet këtë të premte në orën 13 me grumbullim tek ndërtesa e Kecit, ndërka që marshimi do të përfundojë para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Në reagimin e tyre publik, organizatat theksojnë se që nga viti 2022, qytetarët janë përballur me rritje të vazhdueshme të faturave të rrymës, të cilat sipas tyre janë aprovuar nga zyra e rregullatorit për energji në favor të kompanisë KEC dhe në dëm të interesit publik. Ndrojmë temë të informacionit. Fondi i sigurimeve shëndetësore në kuadër të zbatimit të programit për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike gjatë muajit janar ka shqyrtuar dhe trajtuar një numër të konsiderueshëm të aplikimeve dhe ankesave. Gjatë kësaj periudhe, fondi ka njoftuar se ka pranuar 79 aplikime, nga të cilat 45 janë raste të rregullta dhe 34 raste urgjente. Gjithashtu, bordi për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike ka shqyrtuar 80 lëndë, nga të cilat janë aprovuar 57 lëndë si raste të rregullta, 16 lëndë si raste urgjente, thuhet në njoftim. Saif al-Islam Gaddafi, djali i ish liderit të Libisë Muammar Gaddafi, thuhet se është qelluar për vdekje. Ai luajti një rol kyç në afrimin e Libisë me perëndimin nga viti 2000 deri në rënien e regjimit të Gaddafit. Vdekja e 53 vjeçarit, i cili dikur shihej gjërësisht si trashëgimtar i dukshëm i babait të tij, u konfirmua nga kriju i ekipit të tij politik të martën sipas agjencisë libiane të lajmeve. Avokati i tij tha agjencisë së lajmeve AFP se një njësi komando me 4 burra kreu një atentat në shtëpinë e tij në qytetin Zintan, megjithse nuk ishte e qartë se kush mund të ketë qenë pas sulmit. Saif al-Islam Gaddafi është parë prej kohë si figura më me ndikim dhe e frikshme në vend pas babait të tij, i cili sundoi Libinë nga viti 1969 deri në rrëzimin dhe vrasjen gjatë një kryengritje në vitin 2011. I lindur në vitin 1972, ai luajti një rol kyç në afrimin e Libisë më perëndimin nga viti 2000 deri në rënien e regjimit të Gaddafit. Pas largimit të babait të tij, Saif al-Islam Gaddafi, i cili u akuzua se luajti një rol kyç në shtypjen brutale të protestave antiqeveritare, u burgos nga një milici rivale në qytetin Zintan për gati 6 vjet. Por ai u lirua nga milicia në Tobruk në lindje sipas një ligji për amnisti 2 vjet më vonë. Gjatë kohës së babait të tij si udhëheqës, ai formosoi politika dhe udhëhoqi negociata të profilit të lartë, pavarësisht se nuk kishte asnjë rol zyrtar në qeveri, përfshirë ato që shtyn të atin të braktisë programin e tij të armëve bërthamore. Marrëveshje të tilla bën që sanksionet ndërkombëtare ndaj vendit të Afrikës së Veriut të hiqeshin dhe disa e konsideruan Gaddafi një fytyrë reformiste dhe të pranueshme të një Libie në ndryshim. Gaddafi gjithmonë kishte mohuar se donte të trashëgonte pushtetin nga Jati, megjithatë në vitin 2021 ai njoftoi se do të kandidonte për president në zgjedhjet të cilat më pas u shtyn për një kohë të pacaktuar. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.